Përshëndetje miq, sot kam kënaqësinë të pres në podcast një grua e cila bashkon shkencën me përkushtimin njerëzor. Ajo është gastrohepatologe, pedagoge dhe gjithashtu një person shumë i përkushtuar në fushën e mjekësisë. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem doktoresh Klerida Xhaferaj dhe të flasim jo vetëm për stomakun si trurin e dytë që quhet, por dhe se si mënyra jetesës, stili dhe besimi ndikojnë në shëndetin tonë. Doktoresh Klerida, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe që je sot me mua në podcast. Faleminderit juve për ftesën. Jam shumë e kënaqur dhe e nderuar që jam me ju këtu, edhe e vlerësoj jashtë podcastin. Urime. Shumë faleminderit. Në kohëra që ne sot po jetojmë, ku ushqimi jo shumë i mirë, i përpunuar, i paketuar, por edhe jo shumë bio siç e quajmë ne, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në problemet e shëndetit tonë dhe kryesisht tek stomaku. Si shikoni ju këto shifra? A janë në rritje dhe kush janë disa nga problematikat kryesore që njerëzit hasen më së shumti dhe vinë tek ju? Është e vërtet konstatimi që në fakt ka ndryshuar stili jetesës i gjithë, ka ndryshuar mënyra se si ne ushqehemi dhe mbi të gjitha ka ndryshuar edhe koncepti që neve kemi për të ushqyerin, domethënë. Në ditët e sotme kjo varet edhe nga ritmi i jetës, po në përgjithësi ajo që po vëmë re dhe ajo që edhe vendet më të zhvilluara se ne e kanë konstatuar dhe e kanë nxjerrë me statistika, pavarësisht se ne e prekim çdo ditë në praktikë, është që ka ndryshuar shumë mënyra se si ushqehemi, kjo për shkak të kohës që i lëm neve në dispozicion të gatuarit dhe të ushqyerit. Gjithmonë më shumë brezat po i afrohen drejt ushqimeve të shpejta, ushqimeve të rrugës, të gatuara jashtë, shpeshherë të paketuara prej shumë kohësh, gjë që ka rritur statistikisht edhe incidencën dhe gjetjen e shumë sëmundjeve nga ato më banalet, duke edhe deri tek ato që janë edhe jetë kërcënuese, siç janë tumoret e traktit tretës. Kjo është një luftë e vazhdueshme në fakt, që ka të bëjë si me, thash, me kohën që neve i vëmë në dispozicion dhe sa të rëndësishme i quajmë neve ushqyerjen, ashtu edhe me ritmin e jetës në vazhdimsi, sepse shpeshherë ajo që vjen dhe ankohet nga e njëjta ankesë zakonisht nga gjithë grupi pacientëve të cilët keq ushqehen, është që ne nuk kemi kohën e mjaftueshme për të marrë dhe për të gatuar dhe për të ngrënë ushqime të gatuara në shtëpi dhe ushqime të shëndetshme, meqense jeta e tyre është gjithkohës në aktivitet dhe në thonjza është një gjë e shpejtë që nuk do shumë kohë të ushqehemi dhe kaq. Por kjo e ka një pasojë shumë të madhe që është pjesa e komplikacioneve që ndodhin nga keq ushqyera, qofshin këto metabolike në të rësi të trupit tonë, po qofshin edhe të atyre ankesave tipike gastrointestinale që janë në rritje dhe që fillon edhe që në moshë krejt të hershme, gjë që më përpara ka qenë jo kaq e shpesh sa e shohim ne tani, që të shihnim sëmundje serioze në moshat e reja. Për shembull tumorale të stomakut në moshat e reja. Që keni hasur problematika serioze, le të themi, në stomak. Rasti më i ri ka qenë një çun 20 vjeç, i cili ka qenë me një tumor të stomakut i gradës 4. Domethënë, derisa i ka shkuar një tumor i stomakut grada e 4, fatkeqësisht ka ndruar jetë po nga tumori i stomakut, nga kanceri i stomakut, presupozohet që ka disa vite që ka filluar të ndryshojë sjellja dhe të ndryshojë, të ketë ndryshime të stomakut, pavarësisht se ai nuk kishte pasur ankesa tipike që të detyrohej të shkonte te mjeku, por ky është mosha më e re që në fakt është e rrallë. Nuk po flas më pasaj për moshat mbi 30 vjeç që ka. Po cilat janë në fakt shqetësime, domethënë me të vërtet nuk kuptohet disa nga problematikat që ti ke të mos të kalosh deri në gradën e 4, le të themi të nuk është e thënë që gjithmonë tek pacientët ajo shfaqet me klinik tipike dhe kjo është e keqja e tumoreve të stomakut, të mëlçisë e tjera. Nuk ka një klinik tipike që të detyroj pacientin që të shkojë patjetër te mjeku. Shpeshherë ajo mund të shfaqet me një lodhje, një diskomfort i barkut, pra një parehati e barkut, mund të shfaqet me dhimbje episodike të stomakut që të gjithë neve mund të na ndodhin dhe shpeshherë i neglizhohet. Me një rënje të oreksit, rënje në peshë, por rënja në peshë është në stadet e avancuara, nuk është që në fillim. Prandaj dhe neve fillim dhe i mësojmë më shumë faktit që ne mund të bëjmë diçka për t'i parandaluar, sigurisht që nuk është mang dot në total, sepse përveç ambientit të keq ushqyerjes është edhe prirja gjenetike. Akoma ende nuk e dim se kush është shkaku i vërtetë i
kanceri, një tumori. Por neve dim se kush janë faktorët predispozues dhe këtu mund të ndërhyjmë te faktorët predispozues që mund të parandalohet derisa dhe një ndër këto është ushqyerja e shëndetshme, ushqyerja e mirë. Mos përdorimi i alkoolit dhe mos përdorimi i duhanit apo i formave të reja të fumatorëve të kohëve të sotme, të njëjtat efekte anësore janë edhe format e reja që përdorin. Që vihet edhe në mosha shumë të vogla fatkesisht. Mosha shumë të vogla. 13 vjeç, 14 vjeç adoleshentët kanë filluar si të përdorin cigaret, vapin, alkoolin, pjetë energjike. Pjetë energjike dhe mendojnë se se këto duke qenë se janë inovatore, të reja, kanë pak efekte anësore, nuk është fare vërtet, ato i kanë të gjitha efektet anësore, ato e kanë të gjitha përbërjet e një duhani të mirëfillt, kështu që aq më tepër kur fillohen në mosha të reja, sigurisht që dëmtimi është ende më i madh dhe prandaj dhe shifet të fillojnë problematikat që në moshë të hershme. Ulçera në moshë pediatrike, në mosha të vogla, të cilat mund mos jetë fiks shkaku kjo, por kjo i ka bërë më të thjesht predispozitës gjenetike për të zhvilluar kjo lloj sëmundje. Domethënë, rrethanat e bëjnë më të thjeshtë që të dalë predispozita gjenetike, e cila mund mos dali kurrë në rast se neve jemi të kujdesshëm me ato gjëra që ne mundemi. E kuptoj. A ka disa ushqime që në mënyrë kategorike nuk duhet i konsumojmë? Po ka shumë, në fakt. Ka shumë. Ajo çka bëjmë gabim është që përdoren shumë ushqimet e paketuara, ushqimet e konservuara. Disa konservant e kanë këtë efekt anësor që mund t'i japin ndryshimet të mukozës së stomakut derisa ta denatyrojnë, të dalin nga natyrshmëria e mukozës së stomakut. Kjo është një shumë problem. Problem tjetër është që edhe neve në Shqipëri kemi këtë problem që përdorim shumë ushqimet e fërguara, ushqimet e skuqura. Edhe mishin e skuqur shumë. Apo mishin e përpunuar jashtë shtëpisë shumë. Street foodi është një ndër ushqimet të cilat fatkeqësisht është një luftë e vazhdueshme edhe me pacientët tanë, sidomos pacientët e moshave të reja që e kanë shumë të vështirë të edukohen dhe ta pranojnë që të heqin dorë nga ajo shija që mund të jetë shumë e mirë në fakt, por që themi që është kancerogjene. Mbrapa ka një rrit predispozitat për të patjetër që duhani, po. Edhe alkooli janë dy më të akuzuarit. Shqiptarët mbahen ose kanë traditje të themi që të konsumojnë shumë bukë edhe shumë mish. Po. Nuk e di nëse kemi vetëm ne, shpesh herë nuk e konsumojnë dot paktin. I pyes pacientët e mi, nuk më bën problem buka në rast se ajo është e gatuar me një miell natyral i mirë. Përveç atyre pacientëve të cilët kanë intolerancë ndaj glutenit, kjo është tjetër histori, domethënë patjetër që atyre ne ua heqim. Pjesa tjetër nuk më bën problem buka, më shumë se sa pacientët shqiptar kanë qejf të hanë e them në praktikë këtë që kemi mi qejf të konsumojnë 3 herë në ditë mish. Nuk duhet. Është e mjaftueshme 2 apo 3 herë në javë për të konsumuar, e nuk ma pranojnë edhe mua pacientët e mi këtë, u duket shumë e largët kjo, nuk e arrim dot këtë pjesë, por të paktën ajo që unë nxis është që të mos konsumohet sasi shumë e madhe dhe jo patjetër ushqime të skuqura, domethënë mishin e skuqur apo mishin e pjekur ka dhe forma tjera të gatimit, shumë herë më afër të shëndetshmes, më të paqta me traktin tretës. Ndryshimet, po. Në fakt ne kemi një klimë mesdhetare të mrekullueshme dhe kemi larmishmëri shumë të madhe të frutave, perimeve dhe të ushqimeve që mund të konsiderojmë deri diku bio, që kemi fatin dhe shansin t'i kemi dhe shumë e vërtetë shifra kaq të alarmante tek të rinj sidomos është për të ardhur keq. Neve kemi ende ushqime të mira që mund t'i gjejmë. Kemi një klimë shumë të mirë dhe kemi dietë mesdhetare të mirë. Unë nuk po them se ne jemi në grup në vende të cilat kanë rreziku më të lartë për incidencën e tumoreve të traktit tretës, jo, fatmirësisht, por në rajonin që neve bëjmë pjesë, patjetër që e kemi të lartë dhe kjo është për të një ndër akuzat e tjera është stili jetesës, është edhe infeksioni nga Helicobacter, të cilin neve kemi në shifra pak më të larta. Domethënë këto janë 2 gjëra ku mund të luftohet dhe kur mund të edukohet brezin e ri që ti largohen ushqimeve të shpejta dhe të mundohen që ti krijojnë kushtet vetes
për të marrë më shumë me gatimin dhe për të qenë më afër dietës, e cila është dhe dieta jonë tradicionale, mesdhetare, sepse ne i kemi perimet, i kemi frutat, të përshtatshëm ambientit. Po, ne kemi ullirin shumë të përdorshëm, kështu që mund t'i afrohemi sa më shumë asaj që ka qenë tradicionale dhe asaj që në fakt gjyshet tona e kanë gatuar historikisht dhe kanë pas një dietë shumë herë më të mirë se tonën tani. Shumë për hir të vërtetës. Dhe ndoshta edhe kjo ka ndikuar edhe në jetësinë e tyre që ka qenë e mirë, të themi, për ato pak kujdes shëndetësor që kanë qenë ato kohë. Aq më tepër që ushqimi pastaj është edhe shijim, është edhe kulturë, traditë. Dhe ndoshta kur e shijon shumë një ushqim shumë të mirë të përgatitur në kushtet e shtëpisë, edhe stresi ulet, ndoshta dhe ti çlirohen ato hormonet e lumturisë dhe je më i qetë dhe më i lumtur, dhe më i shëndetshëm. Absolutisht e vërtet kjo. Domethënë, përveç asaj shijes së fillimit që kanë ushqimet e gatuara jashtë shtëpisë dhe street foodet, pjesa tjetër pastaj e fryrjes së barkut, e parehatisë së barkut, edhe gjithçka tjetër që vjen më vonë, patjetër që mund të shmanget me një ushqim të mirë. Është e padiskutueshme që pacientët që konsumojnë në mënyrë të përjavshme ushqimet e gatuara jashtë i vuajnë këto probleme, o konstipacionin, ose çrregullimet e traktit tretës, ose dhimbjet epigastrike herpasere, parehatin dhe çdo parehati abdominale është e padiskutueshme që jep nervozizëm. Dhe nuk është i qetë në rast se nuk pjesa abdominale e trupit nuk është e qetë. Kështu që duhet i kthejmë një çik vëmendjen drejt ushqyerjes së mirë. Po, në rastet kur le të themi nuk e kemi vënë në balancë ushqyerjen e mirë, por a ka disa ushqime ose disa elementë që ne mund t'i përdorim për të ruajtur atë balancë midis keq ushqyerjes edhe jetesës mirë? Çdo njeri e ka balancën shumë individuale. Domethënë neve nuk jemi fotokopje të njëri tjetrit, fatmirësisht. Dhe këtë balancën fare mirë gjithë secili mund ta vërë në vend kur mundohet të njohë vetë trupin e tij, ta njohë mirë trupin e tij. Pra deri dikush ajo fjala që kanë thënë përpara, që të bëhet doktori vetes. Nuk mund të teprohet të 7 ditët e javës. Fatmirësisht ne muslimanët kemi edhe një gjë tjetër të mirë që edhe jashtë shtetit praktikohet, patjetër pavarësisht se nuk i thuhet agjerim, ne i themi agjerim, disa të tjerë mund të përdorin terma të tjerë, por kjo është një gjë shumë e mirë për traktin tretës, sepse i jep mundësinë që të mos mbingarkohemi, neve shpeshherë e mbingarkojmë veten me ushqim, edhe nuk na lë kohë që të eliminojmë toksinat, nuk na lë kohë që metabolizmi të pushojë dhe të rifillojë të bëjë një startup. Në situatat e tilla kur njeriu i jep pushim traktit tretës dhe pastaj kujdeset që kur të fillojë të ushqehet të mos e teprojë, kjo është një ndër situatat ku neve japim kohë rigjeneruese traktit tretës. Dhe çdo rigjenerim i traktit tretës përthith më mirë ushqimin, eliminon më mirë toksinat dhe ndikon në shirimin e hormonit të paqes dhe hormonit të lumturisë që i themi ne. Këtë ishte shumë ideale doktoresh, ose aq më tepër ne dim shumë mirë që muslimanët e kanë rregullin e tyre që të hanë të ngrihen pra nga tavolina jo të ngopur. Pra të hanë me mas dhe me limit, 1/3. Edhe është e vërtet, edhe anatomikisht kjo 1/3. Kjo është fantastike fare si kur të zbatohen. Është ndërtim anatomik i stomakut. Stomaku ka një ndërtim të tillë anatomik, ku pjesa e sipërme e stomakut është shumë herë më e lakuar se pjesa tjetër dhe është ajo pjesë që normalisht duhet të rri bosh, pra të rri me ajër, është ajo 1/3 e famshme që duhet të rri me ajër që mos fillojnë të bëjnë reflukse dhe rikthimin e ushqimit nga stomaku për në ezofag, çka është dhe shumica e pacientëve ankon këtë, ankon sepse kemi një zakon pak të keq, të them drejtën që duke qenë nga ritmi i jetës mundohen të hanë një herë në ditë, mendojnë se kështu dobësohen, por nuk është kjo mënyra për dobësuar. Hanë një herë në ditë, ai vakti është sa për 5 vakte të tjera, por e ngarkojnë aq shumë sa fillojnë të bëjnë reflukse, çohen natën sepse kanë probleme të rikthimit të ushqimit, aq më tepër kur hahet kjo darka në orët e vona. Darka duhet hahet sa më lehtë. Ashtu siç edhe na është thënë, po mëngjesi po mund të konsumohet në sasi normale, sepse kemi gjithë ditën përpara, çka neve mund të harxojmë energji dhe na duhet për energji,
por darka nuk ka asnjë lloj arsye që të mbi ngarkohemi. Dhe arsyeja pse mbi ngarkohemi është se kanë ndënjur gjithë ditën pa ngrënë dhe derisa në trurin tonë të shkojë niveli normal i sheqerit që ka rënë, ne nuk do pushojmë së ngrënie edhe pse stomaku është plot. Kjo është fiziologji e pastër, nuk i shmangemi dot kësaj. Domethënë ne pastaj nëse rrim gjithë ditën pa ngrënë dhe ham në darkë, do ham çfarë do lloj gjëje që të shohim, sepse ne jemi të tillë, kemi uri, pavarësisht se stomaku është plot. Shumë e kjo është. Doktoresh, po pacientët pse kanë kaq shumë frikë të vinë tek mjeku? E vërtet është kjo, kanë frikë të vinë tek mjeku, edhe pse unë mendoj se ka filluar të ndryshojë kjo qasje, kjo psikologji. Mos brezat e rinj më duken shumë më të edukuar me kujdesin e tyre shëndetësor dhe kjo më pëlqen shumë tek ta. Mbase ndikon dhe fakti që ata lexojnë më shumë në lidhje me trupin e tyre dhe me shëndetin e tyre. Nuk kanë shumë qejf që të vinë te doktori, sigurisht, nuk janë të rregullt popullata jonë, përfshirë dhe mua këtu. Nuk jemi të rregullt në kujdesin shëndetësor parandalues, pra nuk është nuk është bërë kulturë fryme jona që neve t'i bëjmë ekzaminimet e analizat pa pasur dhimbje. Neve e kemi akoma këtë psikologji që duhet shkojmë te doktori atëherë kur ne realisht kemi dhimbje ose kur dhimbja nuk durohet më. Nuk është se i bëjmë në mënyrë të rregullt check-upet që deri diku të parandalohet ose të minimizohet një sëmundje të kapet herët në mënyrë tillë që kur kapet herët ajo mjekimi është më i lehtë, zgjatet koha pa komplikacione, ka shumë benefite, ka shumë të mira në fakt. Ende nuk e kemi arritur këtë stat, besoj se po ndryshojmë në fakt, por e mirë që dëgjoj. Ju në fakt jeni edhe pedagoge, përveç se punoni si doktoresh. Si ndjeheni kur jeni me brezin e rinj? Çfarë shikoni një karakteristikë që brezat e rinj sot e kanë dhe ju në kohën tuaj nuk e keni pasur? Është shumë bukur të punosh me brezat e rinj. Domethënë i përshëndes gjithë studentët e mi, edhe pavarësisht se unë në fakultet jap një lëndë të vështirë, në fakt, siç është anatomia, edhe është lënda që studentët urrejnë më së shumti, studentët e mjekësisë, po, të fakultetit mjekësisë, sepse është shumë e vështirë, por është themeltare për ne në mjekësi. Brezi i ri është brez fantastik për mendimin tim, sepse krahasuar me brezin që kemi ne. Kanë shumë të mira. A ka dhe disa gjëra të tjera negative? Po, si çdo brez. Ka breza, ka gjërat e veta të mira, ka gjërat e veta negative. Po të dëgjoj gjithë sy e vesh se vetëm e shajnë brezin e ri, kështu që janë gjithë sy e vesh. Këta janë brez shumë të zgjuar. A janë pak dembel? Po, është e vërtetë që janë pak dembel. Por në rast se ata do ta shfrytëzonin zgjuarsinë që kanë dhe informacionin që kanë rreth e rrotull dhe shkatësinë që kanë për të marrë informacion dhe lehtësinë që kanë tani për të arritur te informacioni i saktë, unë mendoj se janë shumë herë më të mirë se brezat tanë. Sepse janë breza të rritur pa komplekse ose me shumë pak komplekse. Janë breza që e shprehin lirshëm mendimin e tyre dhe kjo ti kënaqesh kur e dëgjon që ai e shpreh lirshëm mendimin, sepse ti nuk lodhesh të thuash të mendosh, shikoj se këta thanë kështu për hatrin tim, por në fakt nuk e di se çfarë mendojnë realisht. Këta janë brez që fatmirësisht e thon atë që mendojnë. A ka student të cilët fatkeqësisht nuk e kanë etikën e studentit, po ka si në çdo brez, ka dhe në këtë brez. Por fatmirësisht ka pjesë e madhe e studentëve e kanë shumë mirë etikën e studentit dhe kanë shumë mirë mënyrën se si të ta thonë që ata mendojnë ndryshe, ata mund ta kenë dhe gabim, mund ta kenë gabim dhe unë, mund ta ketë gabim dhe shoku, por çrëndsi ka për ta, ata kështu mendojnë, kështu e thonë. Kështu që kjo gjë është për të përshëndetur dhe për të falendëruar dhe është mendoj se është për të nxitur, sepse është vetëm një mënyrë për t'i lexuar këta breza që të nxitesh të thonë mendimin e tyre haptazi pa qenë të ndrydhur nga mendimi i eprorit apo nga mendimi i pedagogut apo nga mendimi i dikujt tjetër që është në pozitë më të lartë se ata. Po pasioni për mjekësinë, për humanizmin, a vihet re dhe si shikoni ju këtë gjë, duke qenë se edhe shumë të rinj janë larguar nga Shqipëria, sidomos në fushën e mjekësisë?
Për këtë më vjen shumë Ajo trishton kjo gjë? që po largohen në fushën e mjekësisë dhe shpeshherë ua them studentëve ditën e parë që filloj të jap mësime vitin e parë, them kush nga ju do iki në Gjermani. Sepse në fakt është bërë shumë është shumë e thjeshtë tani që të ikin në Gjermani ndoshta, por edhe është dhe nuk e kanë keq që provojnë një mënyrë tjetër edhe marrin një eksperiencë tjetër ku mjekësia është në nivele shumë më lartë se sa te mjekësia në Shqipëri. Këtu e kanë shumë mirë dhe u them me shaka. Shiko, për ata studentë të cilët duan të ikin në Gjermani nuk janë fokusi im. Fokusi im janë ata studentë që duan të rrinë në Shqipëri, se në fundit janë këta studentë që do t'i shërbejnë këtij populli dhe mua, që nesër do kem nevojë për asistencën e tyre mjekësore, si çdo pacient tjetër, domethënë. Dhe vetëm se kur shoh që ule pasaj disa duar dhe më thonë që jo, se edhe në por ky është globalizmi. Të rinjtë e kanë gjithë të drejtën e mundur për të lëvizur, për të marrë eksperjenca, disa do rikthehen prapë në Shqipëri, jam e bindur, disa do rinë andej. Mendoj se duhet të shtohen politikat për t'i mbajtur të rinjt këtu. Kemi të rinj të cilët duan realisht të bëhen profesionistë të mirë. Dhe kanë këtë dëshirë, vinë me këtë dëshirë që në fillim. Ka dhe të tjerë sigurisht, ka dhe të tjerë që nuk e kanë këtë dëshirë, por thash këta janë aq të sinqertë sa e thonë që në vit parë që shikon edhe nuk kemi ardhur, duam të marrim diplomë, të marrim këtë diplomën për X apo Y arsye, por nuk e mendojnë të ardhmen e tyre në këtë profesion. Po ka të tjerë që thonë neve e mendojmë të ardhmen tonë në këtë profesion dhe impenjohen në atë pjesë. Vjetre diferenca dhe zgjuarësia që kanë. Janë brezi shumë i zgjuar. Thjesht duhet të punojnë pak më shumë, pak të ndel. Po, fatkeqësisht nga që i kanë të gjitha gati, rrugët janë të hapura. Ashtu është kjo. Po, ju kur keni qenë studente që keni zgjedhur mjekësinë, çfarë u shtyu që të zgjidhit mjekësinë? Nuk kam qenë unë që kam zgjedhur mjekësinë për vete, sepse unë e kisha amanet nga i madh që duhet të zgjidhja mjekësinë dhe duhet shkoja për mjekësi, kështu ndodhi fatmirësisht, ishte dhe fati im, pasaj që e fitova atë dek për të cilën më ishte lënë një amanet që ti duhet shkosh për mjekësi. Fatmirësisht ndodhi kështu, unë vajta për mjekësi dhe zgjodha gastroenterologji që edhe i madh e ka dashur dikur, duke qenë se ai ka ndruar jetë nga një tumor i stomakut dhe ishte një amanet i lënë që ti duhet të shkosh. Dhe si duket janë këto situatat kur duaja e prindrit për fëmijën është shumë e fortë edhe shumë e pranuar. Kjo ka qenë arsye që kam zgjedhur. Kjo situatë personale, përvojë personale juaja pak e hidhur, le të themi, që ju ta kuptoni më mirë pacientin tuaj edhe ta bëni profesionin tuaj me gjithë shpirt, për shkak sepse e dini shumë mirë ndjesinë se si është të jesh. Besoj se ka ndikuar, sepse është kur vjen nga një eksperiencë që e ke në familje, të gjithë neve kemi në familje një të sëmur, në fis, në rrethin ton shoqëror të ngushtë, domethënë, dhe kjo të bën më të ndjeshëm. Të bën më të ndjeshëm sepse ti e shikon problematikën nga shumë këndvështrime, nuk e shikon vetëm si mjek. Normalisht neve si mjek duhet të jemi, nuk duhet të mbartim problematikat e pacientëve dhe t'i çojmë në jetën tonë, sepse në fakt ngarkohet shumë. Duke qenë se ne shohim histori njerëzore nga më të ndryshmet. Por është e pashmangshme. Domethënë në kaq vite mjekësi sa kam unë kam mbaruar që në 2006 mjekësinë, kështu që përshkruajtësisht 20 vite mjeke. Me dëgjuesit tanë është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Është vërtet, ka shumë pacientë që të lënë mbresa. Një ndër pacientët për shembull që më ka lënë shumë mbresa ka qenë ai që u thash, ishte një çun 20 vjeç. Ishte shumë e dhimbshme sepse ishte dhe njohje pas njohje sigurisht, po ishte shumë e dhimbshme ti shpjegoje një çuni 20 vjeç që ti je diagnostikuar me një sëmundje pa në stadin e që ishte pa të ardhme të mirë, domethënë ishte shumë e vështirë kjo. Për t'ja thënë, fatkeqësisht ai bëri komplikacione madhore dhe na u desh të shtronim në spital që të merrte atë ndihmën e sa të merrte dhe fatkeqësisht ndroi jetë në spital i shtruar.
jo shumë javë pasi u diagnostikua. Ishte shumë e dhimbshme, t'ja shpjegoja atij, aq më tepër që mbase unë kam gabim, po unë mundohem që t'ua them pacientëve diagnozën. Mundohem t'ja them dhe mendoj se edhe familjarët duhet ta pranojnë këtë realitet që ne duhet t'ja themi pacientit. Domethënë, shpesh herë na vën pak në pozita të vështira familjarët, sepse ata duan t'i mbrojnë nga ana psikologjike pacientët, të afërmit të tyre, të mos a marrin vesh të vërtetën. Nga eksperienca ime, të them të vërtetën, unë mendoj se të gjithë pacientët e kuptojnë diagnozën e tyre. Nuk mendoj, thjesht ata sillen ashtu, sikur nuk e dinë, por në fakt e din, aq më tepër me informacionin që është sot. Kështu që është më mirë, them unë, dhe do ishte më e lehtë për neve që t'ia shpjegoni pacientit ashtu atë stat që ai është, sigurisht me një etikë dhe sjellje shumë të kujdesshme, sepse është goxha e vështirë ai momenti të thënit, por nuk mendoj se duhet t'ia fshehim. Kjo mënyra e të fshehurit të vërtetës e gënjeshtrave në thonjza që përdorim neve shqiptarët, familjarët, neve mjekët bëjmë pjesë me familjarët për këtë. Unë mendoj se pacientët mendojnë në mendjen e tyre se janë më keq se që janë realisht, sepse ata fillojnë edhe kërkojnë informacion, fillojnë edhe lexojnë, dhe sot informacioni mjekësor është shumë i aksesueshëm. Prandaj them që është e mira që ne të fillojmë të edukojmë veten, familjarët tanë, pacientët tanë edhe personelin mjekësor, që është e mira t'i krijojnë mbështetjen emocionale pacientit, por t'ia thonë të vërtetën është diagnozën ashtu siç është, sepse gjithë secili nga ne do dhe duhet të vendos për veten e tij se si do trajtohet, se ku do trajtohet, të di diagnozën që ka, të di se çfarë pret në këtë. Kështu është më i paqt me fatin e tij, është më afër të pranuarit të fatit të tij sesa të mos e di, të mos ia themi. Informacioni dhe mungesa e situatës së ku ndodhet e bën dhe më keq situatën, se fillon me imagjinosh skenare që ndoshta nuk do ndodhin kurrë. Po. Kurse në rast se njeriu e di se deri ku e ka limitin të mirën dhe të keqen, atëherë merr masa dhe vendos vet për se çfarë është e drejta e tij të vendosi në fund. Në fakt duket sikur shumica e doktorëve janë shumë të ftohtë kur ballafaqohen me të tilla lajme. Sa e mbani veten realisht? Ka pas situata që ne kemi qarë si personel, si ekip, sepse kanë qenë mosha të reja. Ka qenë rasti një infermieres, ish studentja ime dikur, e cila ishte diagnostikuar me një tumor shumë të rrallë, dhe që i kishte dhënë pastaj metastaza, dhe kur erdhi në klinikë se duhet të bënte disa ekzaminime shtesë, të them të drejtën, nuk ka ngel asnjëri nga ne pa u lotuar, sepse ajo të dhimbsësh në ekstrem, në vuajtjen që ndjente, në dhimbjet që ndjente dhe në moshën shumë të re që ishte. Do pajtohesh, do vazhdosh me pacientin e radhës, është e pashmangshme, nuk mund t'i mbartësh energjinë nga njëri pacient në tjetri, sepse gjithsecili ka nevojë që ti t'jesh pa emocione në atë moment kur e viziton, ka nevojë të jesh totalisht i përqendruar. Ne jemi njerëz si gjithë njerëzit e tjerë, domethënë nëse ne përjetojmë gjithë këtë bum emocional, këtë pjesën e përlotjes, të ndjerit të dhimbjes që ka tjetri, edhe ne nuk e kemi të thjeshtë të përqendrohemi te rasti pas tij. Është goxha e vështirë sepse duhet ta ndrydhësh shumë veten edhe duhet patjetër të bëhesh i ftohtë që ti të vazhdosh me rastin e radhës dhe t'i japësh atij gjithkohën përqendrimin dhe vëmendjen e nevojshme, sepse në fundit ai nuk ka pse të ketë pasoja nga rasti i parshëm. A ka ndonjë rast për shembull që ju keni bërë punën tuaj sigurisht, por keni thënë që deri këtu është puna ime dhe pastaj keni parë mrekullinë e Zotit tek ai rast? Po. Ka qenë një rast i cili nuk ka qenë me tumore traktoit tretës, ka qenë tumor një çun i ri, që ka qenë tumor i një organi tjetër, por që kishte metastaza të përhapura gjithandej, është stadi i 4, dhe shkoja shtetit, fatkeqësisht edhe në Gjermani ku shkoj thanë që është më mirë të kthehesh në Shqipëri, sepse
nuk mendoj se kemi shumë gjëra për të bërë. Vuajtjet e atij psikologjike duke qenë se her pas here e kisha në telefon dhe her pas here vinte në klinikë, edhe pse nuk ishte i asaj fushë, por her pas here vinte në klinikë për të interpretuar dhe analizat që bënte në ndjekje, ta ndiqte dikush në Shqipëri. I ishin vuajtje që nuk harrohen. Fatmirësisht, pastaj ai shkoi në një vend tjetër, u aplikua një terapi e re, siç e dëgjuar, ishte ende në fazë eksperimentale, por që tek ai bëri mrekullin dhe kur e shoh se vazhdon edhe vjen në klinik, edhe her pas here vjen edhe na përshëndet, kur e shoh tani ai nuk ka as metastaz, as gjikundi, është shumë mirë, është shumë që frekuenton palestrën, është i sistemuar me familje tashmë, i është rikthyer një jetë krejtësisht normale. Është rast shumë fatlum. Ajo terapia që ishte kështu si eksperimentale, të themi, nuk është tentuar vetëm tek ai, është tentuar në shumë pacient. Tek ai ishte ndër ato raste që ishte me më pak shanse për të përfituar. Si është ndjesia kur je mjek dhe le të themi ke në dorë ke jesë bepi për të bërë më të mirën për jetën e tjetrit, dhe kur çdo që shkon mrekullisht mirë, a merr një energji shumë të mirë për të vazhduar? Është një ndër gjërat më të bukura që ti e profesioni jon. Domethënë kjo pjesa e kënaqësisë kur pacienti shkon mirë, jo vetëm këto lloj sëmundjesh, ka dhe sëmundje të tjera të cilat mase nuk janë kancerogjene, por kanë rreziqe shumë të mëdha. Ti ndjehesh mirë kur pacienti shkon mirë, kur pacienti është i lumtur. Unë nuk mendoj se ka mjek i cili kënaqet kur pacienti i tij nuk ecën mirë. Deri diku bëhet çika autokritik, bëhet një çik melankolik, deri diku vjen i natë pse nuk ecën ashtu siç doje ti të ecje. Por lutim Zotin që ata pacientë që nuk na ecin mirë të jenë sa më pak, të jetë e mundur. Ndonjëherë nuk varet nga asgjë, të ecurit varet nga fati. Është çështje risku. Edhe pse ti mund t'i bësh gjithë ato çka mjekësia mendon se po bën, edhe ti mendon se po bën maksimumi dhe nuk ecin gjërat ashtu siç duhet. Kështu që kjo është, neve kemi një pjesë të bërit ashtu siç e the ti, bëjmë sebepin. Pastaj pjesa e përfundimit. Po ky skepticizëm për shembull, ka pacient që vinë tek ju dhe thon, kam shkuar te disa, po vidhet tek ju, po nuk është se kam shumë besim. Ka pacientët shqiptar për një sëmundje nuk shkojnë në një mjek, shkojnë në shumë mjek, e kanë qef të second opinion, third opinion. A nuk është pak çrëntuese kjo gjë? Po, mendoj se është pak ashtu siç është pak çrëntuese dhe ChatGPT-ja, që na vin pacientët, domethënë e kanë konsumuar një bisedë me ChatGPT-n, kanë marrë një lloj diagnozet për afërt me ChatGPT dhe shpesh herë vinë dhe duan të induktojnë atë mendim, po, atë mendim që kanë marrë atje. Ka të tillë mundohem që t'ua heq të ngarkesën negative me cilën vinë dhe parimisht unë i shtyj i them çka ky është mendimi im. Po në qoftë se ti merr një mendim diku tjetër, bën shumë mirë. Sepse në fundit unë nuk kam asnjë lloj problemi që një kolegu im të ketë mendim ndryshe, një këndvështrim ndryshe për një sëmundje, për mënyrën se si do menaxhohet kjo sëmundje. Kështu që unë jam shumë në paqe me këtë gjë dhe ua them, kush është pacienti im, e di që unë nuk e kam problem fare që të jeni këtu tek unë, keni shkuar në një mjek tjetër dhe pastaj të riktheheni prapë, se ka pacient që ka shkuar edhe në mjek të tjerë dhe rikthehen prapë. Ose shkojnë jashtë për shkak se mendojnë që do jenë më të specializuar dhe pastaj vinë përsëri në Shqipëri. Ka. Ashtu sikundër ka raste ku meritojnë të shkojnë jashtë. Domethënë sepse neve në Shqipëri nuk arrim dot të bëjmë të gjithë guideline-in siç është udhëzimet e shoqatës europiane apo shoqata të tjera të gastropatologjish, realisht nuk i realizojmë dot, domethënë nuk janë të gjitha infrastrukturës. Po janë mungesë infrastrukturës, janë rastet pak më të rralla dhe neve jemi një popullat e vogël. Dhe rastet e rralla nuk kanë mjekët shqiptarë eksperiencën e nevojshme për rastet e rralla, kështu që janë disa patologji që meritojnë të ndiqen jashtë, meritojnë të diagnostikojnë. Ja, ka shumë aparatura të cilat në Shqipëri nuk janë fare, nuk ekzistojnë domethënë këtu tek neve. Ndërkohë që jashtë mund të bëhet më mirë shërbimi mjekësor, them unë.
Sigurisht ndjekja e afërt është nga mjekët shqiptar, sepse jo për çdo gjë ata kanë aksesin të komunikojnë me mjekun jashtë, sepse trajtimi ka ecurit mirë, ka ecuri jo të mirë, ka të papritura, ka interpretime, pacienti duhet ndjekur realisht nga afër. Pavarësisht se disa intervente, operacione dhe disa ekzaminime nuk bëhen në Shqipëri dhe bëjnë mirë që i bëjnë jashtë. Unë vetë jam një nga ato që i shtyj pacientët e mi dhe ua them, shiko, në Shqipëri kemi këto lloj mundësish. Deri këtu arrim në diagnostikim. Ka disa gjëra që ne nuk i bëjmë, dhe bëjnë mirë që ti bëjnë atje ku kanë mundësi. Shqiptarët e kanë të gjithë nga një të afër mjashtetit dhe i gjejnë mundësitë në përgjithësi për të marrë një diagnozë sa më afër të vërtetës. Okej. Ju të tërësh keni dhe bashorti mjek. Po. Jeni që të dy çift mjekësh, shumë të mirë dhe ne kemi shumë fat që ju kemi. Faleminderit. Të dyve. Si është të kesh edhe bashorti mjek dhe si ndajnë detyrat familjare në shtëpi? Ka të mira, po them herë të mira dhe pastaj po them. Okej. Ato që janë pak më cikletshme. Të mirat janë sepse e kupton shumë mirë njëri tjetrin në këtë pikë, ja kupton edhe situatat kur nuk je fare i përqendruar në familje, sepse ti ke një rast që nuk është mirë, nuk është keq, e kupton shumë mirë kur bie telefoni dhe 12 natës dhe të zgjon edhe ty, edhe këtë e kupton shumë mirë sepse po nuk i gjen aty pacientit atëherë në atë moment që ai ka nevojë. Këtu është diferenca e profesionit mjekut, që ti gjendesh atëherë kur ai realisht ka nevojë, çfarë si ka sa shtora. Dhe këtu ti e kupton njëri tjetrin, domethënë. Pastaj a ka gjëra negative? Ka plot. Gjëra negative. E para njëherë ka mendime ndryshe për shumë gjëra. Edhe kjo mendimi ndryshe ha debat dhe spektator janë fëmijët, të cilët mundohen në fund të thonë të dy duhet të lini këtë bisedë, sepse ata nuk të ndjekin dot, edhe pse mund të jenë të rritur, por nuk të ndjekin dot. Janë termat mjekësor. Ka të këshia në të ndarit e pjesës së shërbimeve roje, ajo është problematike në çift, sepse ndikon shumë në prezencën e familje dhe do mundohemi që të koordinohemi. Por pjesa tjetër mendoj se është okay, ti je çift mjekësh. A keni bërë ndonjëherë kardiologun tuaj të zemrës me zemër? Po. Po, sepse edhe ne mjekët jemi pacient po jemi pacient shumë të këqij. Për hir të së vërtetës. Në përgjithësi mjekët janë pacientët më të këqij të mundshëm. Neve ndonjëherë teprojmë në marrjen e medikamenteve ose e neglizhojmë marrjen e medikamenteve duke treguar që shikoj se nuk është e thënë që sëmundja jonë do shkojë patjetër keq, mund të trajtohemi me gjëra pak më të lehta. E kemi gabim, shpeshherë kemi gabim dhe ka pasur situata mjekësore ku neve kur bëhet fjalë për familjarin ton, çuditërisht na shkon mendja te diagnozat më të këqija të mundshme. Edhe këtë e vuajmë në fakt për pjesën e familjarëve dhe pjesën e fisit, që kur na ankohen për një gjë, neve shkojmë direkt tek diagnoza më e keqe e mundshme. Dhe ka ndodhur dhe kjo në çift që ne kemi menduar për diagnozë më të keqe të mundshme për njëri tjetrin, po fatmirësisht nuk kanë qenë konstatime të mirë. Besoj se telefoni juaj nuk pushon gjithkohës. Kanë ankesa fëmijët për këtë? Shumë. Kanë ankesa për këtë. Shpeshherë ata na e vendosin rregullin kur kthehemi në shtëpi që hiqeni telefonin, ashtu si edhe ne u themi atyre gjithë ditën hiqeni telefonin. Mundohemi në fakt që mos ta çojmë bisedën direkt te mjekësia kur jemi me fëmijët, edhe pse besoj se kemi dështuar shumë herë në këtë pikë, domethënë rrjedh natyrshëm, se gjithë jeta jonë është ashtu edhe rrjedh natyrshëm. Besoj se që tani e kemi një efekt ansor nga kjo gjë, se djali im nuk do të shkoj për mjekësi, sepse thotë që jeni shumë të impenjuar dhe gjithë ky impenjimi të dyve më beziste dhe unë s'dua që të bëhem mjek, kështu thot tani, por nuk e dim se si do rrjedh. Sa kur të rritet edhe pak të ndryshoj, do shikoj edhe anën tjetër të humanizmit edhe të punës kaq të vogël për të vendosur. Po në kohën e lirë çfarë bën doktoresha? Për aq pak kohë të lirë sa kam, mundohem sigurisht që të jem me fëmijët. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme jona, e para, dhe e dyta
Më pëlqen shumë të lexoj, të them të drejtën. Jo për mjekësim? Vuaj këtë pjesë që nuk kam shumë kohë të lexoj. Më pëlqen shumë të lexoj jo për mjekësinë. Jo për mjekësinë, okay. Atë për mjekësinë më duket ende punë e lexuara për mjekësinë, sepse aty e kam detyrim që duhet të lexoj. Neve e kemi këtë të keqe që duhet her pas here të përditësohemi me ndryshimet. Të përditësohemi, domethënë. Edhe fatmirësisht tani është kollaj kjo e përditësuar, ti abonohesh në një sajt apo abonohesh në një revistë apo edhe të vinë informacione të gjitha dhe ti s'do e ke të pashmangshme ta lexosh, sepse të vinë email dhe ti e hap dhe ta lexosh. Më pëlqen shumë që të lexoj pjesën jashtë profesionit. Jashtë profesionit, më pëlqen shumë. Nuk e kam këtë luks, mundohem, por është një çike e vështirë dhe pjesa tjetër që më pëlqen shumë është të gatuaj. Mundohem ta zë kohën edhe me këtë pjesë. Kush mund të jetë një këshill që ti mund ta ndash me ndjekësit tonë, meqense kjo bisedë ishte shumë frymëzuese dhe praktike, dhe uroj që të ketë përfituar sa më shumë, por një këshill që nuk duhet ta lëm pa e përmendur në tërësi për të gjithë bisedën. E kuptoj. Ajo që dua t'ju them popullit ton me të cilin mendoj se midis këtij populli unë do dal në pension dhe do jetoj gjithë jetën është që duhet ta duan më shumë veten dhe të kujdesen më shumë për të. Është shumë e rëndësishme që të kujdesen për veten dhe për njëri tjetrin dhe të rikthehen dhe të mendojnë që kujdesi mjekësor parandalues është shumë i rëndësishëm. Dhe ne si popull duhet të fillojmë ta pranojmë, të edukojmë fëmijët tanë, të edukojmë familjarët tanë që kujdesi parandalues është shumë i rëndësishëm. Jam shumë dakord, falenderoj shumë. Përpara se ta mbyllim, doktoresha ju njiheni që jeni praktikante prej vitesh e besimit islam. A ju ka ndikuar besimi juaj në humanizmin tuaj të theksuar që vihet re dhe unë kam që në muajin mars në fakt duhet ta them këtë gjë që kam dashur t'ju ftoj në podcast. Dhe sot ishte risk, por ka shumë njerëz që kanë rekomanduar emrin tuaj kryesisht për humanizmin e theksuar, se profesionist mund të ketë shumë pa diskutim, por kjo gjë ka spikatur tek ju. Si ka ndikuar besimi? Mendoj se ka ndikuar shumë, të them të drejtën. Kjo nuk do të thotë përjashtuese e atyre që nuk janë me besim, por tek unë ka ndikuar shumë. Sepse pacientin e sheh në shumë dimensione. E sheh njeriu i cili është duke vuajtur në atë moment, se realisht ne takojmë një krijesë të Zotit në momentet e tij më të vështira. Nuk e takojmë në momentet e tij të lumtura. Dhe ti ke mëshirën aty që të indikohet nga pjesa fetare, ke faktin që ti e sheh këtë si qenien më të dashur të Zotit dhe që ti do po deshe ti bëhesh sebeb për të bërë një gjë të mirë, për ta kënaqur Zotin, për ta kënaqur pacientin dhe në fundit për të bërë detyrën tënde, e cila është për të bërë, ti duhet ta bësh, ti je në atë moment, aty të ka përzier Zoti në atë moment, për të bërë mirë, pjesë e mirë e kësaj ndodhie, apo për të bërë pjesë e keqe. Shpeshherë u them dhe studentëve të mi, pacienti e ka vetë hallin. Është i sëmur, mos i shto edhe ti një siklet të dytë, një pakënaqësi psikologjike të dytë, sepse ai është në këtë situatë vështirë. Ti po je profesionist dhe njëri i mirë, lehtësoja, po nuk patë mundësi t'ja lehtësosh, të paktën mos ja rëndo. Dhe mendoj se kjo është një ndër leitmotivet që unë e them edhe në leksion, u a them dhe pacientëve. Shiko, unë jam këtu për ta përmirësuar se ju jeni vetë në situatë të vështirë, çu kuptua, po që se unë me sjelljen time ju bëj të mos ndjeheni rehat, ua vështirësoj diagnozën, ua vështirësoj trajtimin, atëherë unë në këtë situatë nuk kam bërë gjë, kam bërë gjë të keqe, jo se nuk kam bërë gjë. Në është më keqe. Dhe me këtë këndvështrime kam parë gjithmonë që është një ndër momentet që ti je zgjedhur për të bërë sebeb për mirë. Po ja arrite, kështu që mundohem e keni arritur më së miri. Format e mia ta bëj këtë gjë, mundohem. Shpresoj ta kem arritur. Me kaq shumë rekomandime jam e bindur që po. Të falenderoj zakonisht shumë që ishe këtu me ne sot, një derë shumë i veçantë që të kishim.
Faleminderit dhe juve Faleminderit që na ndoqët. Me ne sot ishte doktoresh Klerida Xhaferaj. Urojmë që këshillat e saj t'ju kenë shërbyer sa të pak. Deri në episodin tjetër, miru takofshim.